Mirëmëngjes! Një javë sa më e mbar për të gjithë. Është ora 7:17 minuta dhe në 7:30 do nisem për në shkollë. Sot janë bllokuar edhe rrugët, është bllokuar autostrada Tiranë-Durrës se po bëhen rregullime. Dhe uroj shumë që mos të kenë zgjedhur të gjithë të kalojnë sot nga rruga dytësore, që është rruga që më çon për tek shkolla, por të kenë zgjedhur në një mënyrë tjetër, nuk e di si. Edhe mos të ketë ka shumë trafik, prandaj në fakt do dal një orë para. Jo se javën e kaluar nuk dile një orë para, po tani që i mësova pak a shumë edhe këto oraret edhe të gjitha këto, do dilja gjysore para. Po do dal përsëri sot një orë para që të jem në kohë edhe duhet të jem korrekte. Të jem në mësim, në 8:30 fillon mësimi, unë të jem aty në 8:20. Kjo është veshja ime për sot. Një kanatiere e bardhë, këtë rjetën, këtë varësën me perla. Një kapele, sepse nuk e di, po kapelja në ditët që nuk ndihesht fort mirë vetvetja, është e duhura. Edhe këta vathët me perla, këtu. Edhe poshtë kam veshur një palë pantallona të bardha, që rinë në fakt të gjera, prisni t'u tregoj. Janë kështu të gjera, është një lino polino goxha e trash. Ua kam treguar, i kam marrë nga një bashkëpunim me Sidër dhe në kam këto pupat nga Zara që i kam marrë që në Gjermani. Çanta tani dihet, kjo është e universitetit tim, sepse mban çdo gjë brenda. Kam këtu çdo gjë të mundshme që do më duhet sot. Kam marrë edhe 2 xhibuq me rigon se nuk kam kërë mëngjes, nuk ka do të që ka shpejt. Të gjitha mjetet më duhen në ngjyrat sot, bloku i skicimeve, bloku i shënimeve, portofoli, bidonin me ujë edhe disa gjëra higjienike, farsolet, labelo, edhe besoj se jemi gati, po përveç kësaj sot do kem edhe një çantë tjetër. Do kem këtë tote bagun këtu, që siç e shikoni brenda ka disa materiale druri që do më duhen sot për në mësim. Na kishin nisur një email që të ishim të përgatitur, edhe i mora që nga Vlora dhe jam shumë heavy, më ka ndihmuar shumë edhe babi për disa nga këto materialet. Edhe tani do shkojmë në shkollë, do shohim se çfarë do bëjmë, se na pret një ditë shumë e gjatë para. Një ditë e gjatë, se sot nisim në 8:30 edhe mbarojmë në 2. Javën e parë bënim do një orësh ose gjysmë orësh që e linim, jo se e linim ne, po thjesht e mbyllnim pedagogët pak më shpejt mësimin, duke qenë se ishte dita e parë për çdo lëndë që kemi bërë javën e kaluar, por tani nuk besoj se do ndodhë më kjo gjë, sepse nisi java e dytë edhe java e dytë është vërtet fillimi i universitetit. Me sa kam dëgjuar nga shoqet e mia, në shtet java e parë s'kishin bërë fare mësim. Ka nis trafiku që te foleja, bo. Peshqir në kokë, sa vim nga shkolla, sepse shumë vap këtu në Shqipëri. Është vap, nuk ka ardhur ende vjeshta, mëngjesi është i freskët në fakt, darka është po prape freskët, ama dreka është vapet mërshme, për te i faktit që po e bëj në këm nga shkolla këtu tek shtëpia, për shkak të trafikut, edhe ka më mirë që të vi në këmbë edhe vi gjysore më shpejt, se sa të rri në urban, ata ambientin e mbyllur aty, edhe vi edhe më me vones. Faktikisht do t'ishte një nga ato ditët ekstrem të lodhshme. Në mëngjes nuk mbaj mend, unë nuk e kam thënë akoma, mirë se keni ardhur në kanalin tim, në një vlog të ri nga jeta e re, që po ambientohemi shumë mirë, do me thënë nga çka kam kaluar në jetën time, ky ambientimi i kësaj jetesës së re nuk më duket asnjë gjë. Absolutisht nuk po bëj fare shaka, do më duken gjëra shumë të thjeshta, shumë i marrë me qetësi, edhe thjesht mundohem ta shijoj, të kap gjërat e ditës, gjërat kryesore mos t'i lë pa bër, dhe jam ambientuar goxha mirë. Ditë e lodhshme e gjatë, se pa gjumë mirë nuk isha bërë gjumin mirë. Plus sot kemi ndënë në shkollë deri në orën 2:30, edhe sa erdha në shtëpi shkoj 3:15, sa bradur, sa hëngra, shkoj ora 4:17, edhe fola pak me mamin, edhe pak me njerëzit e mi, e tani u mundova të ulem edhe të hap kamerën në mënyrë që t'ju flas, nuk po ja dal dot, që është e vërteta që të vi me 2 video në javë, por do mundohem, nuk duhet t'ja premtime, e di që ndonjëherë ja premtime dhe nuk i mbaj,
por nga dëshira e madhe jap edhe këto premtimet, po dua shumë që të mundohem, okay, kjo është fjalia e dur që duhet ta nis, dua shumë të mundohem dhe të arrij që të paktën të bëj një video, po ta bëj te mbi 25 minuta, që t'i tregoj më shumë edhe të kem gjëra të bukura për t'ju treguar, ta mbushim pak ditën, sado që dita ime është shumë full. Është shumë full edhe nuk e mendoja që do ishte ndonjëherë. Jo, nuk e mendoja, po nuk duke universiteti më thjesht, nuk e di. Por që kam detyra për të dorëzuar sot në classroom, kam për të bërë disa skicime që më duhen patjetër sot, edhe kështu përfundon dita. Tani ora 4:20, unë duhet të nis këto, duhet t'i bëhet i nis, duhet të dalë edhe pastaj se kam marrë dje nga Vlora, po ka ardhur edhe Viki, çupa e Dajos, edhe duam që të dalim të ham ndonjë gjë, ndonjë burger, ndonjë gjë kështu. Shumë kohë pa ngrënë burgera unë, që në Gjermani kur kam ngrënë McDonald's këtu edhe sa muaj përpara, se kam humbur pak atë sensin e kohës që pa nisur vera, jo në fakt ishte nisur vera. Paula, jam bërë harraqe. Është një jetë shumë e shpejt. Do me thënë, në krahasim me Gjermaninë edhe këtu, se vetiu të vinë fakti që po i krahason këto gjëra, duke qenë se ka qenë pjesë e jetës time. Këtu në Shqipëri është një jetë merrësisht e shpejt. Do me thënë, ti këtu nuk e ka të qetësohesh, më besoni ose jo, ose nuk e di, thjesht unë jetën time këtu e kam të mbushur shumë plot dhe nuk e gjej kurrë kohën dhe mundësinë që të them po tani qa do bëj. E kam gjithmonë një gjë për të bërë dhe vërtet edhe jam lodhur. Jam lodhur, ama më shijon kjo jeta kështu, që kam gjithmonë gjëra për të bërë, më mbushe dita, do më thënë, bëj gjithkohës gjëra që nuk mërzitem dhe të them po tani si do e shty. Kjo është jeta ime këto ditë. Do doja shumë të flija gjumë, por duhet të ngrim dhe të skicoj ca gjëra, duhet të merrem pak edhe me materialet për nesër, sepse nuk e di, kemi një lëndë tjetër dhe më duheshin disa materiale të tjera. Ju thash nga video e kaluar që do mundoj mos t'ju flas vetëm për shkollën dhe përfundimisht përfundoj duke fol për shkollën. Nuk e di, po 90% e ditës time është thjesht shkollë. Më ka marrë edhe malli që të vishem kështu bukur, edhe të dal të bëj ndonjë foto të bukur për në Instagram. Kam kopa bërë një gjë të tillë. Story postoj shumë në Instagram nga dita ime, ama postime jo shpesh. Një ditë shumë shpejt edhe organizoj që dua të bëj një ditë me mua si reel në Instagram. Do me thënë të gjithë ditën që ju mund ta shikoni kaq gjerë këtu në YouTube, ta bëj në një reel 1 minutë e gjysmë në Instagram. Ditët që nuk do filmoj për YouTube, do ta bëj këtë për në Instagram. Tani, unë dje në fundjavë më saktë që t'ju orientoj më mirë, isha në Vlorë. Jam kënaqur pafund dhe kjo nuk do shumë më ndje. Kam kaluar kohë me të dashurin tim, kam kaluar kohë me familjen time, të dielën ishim mbledhur te shtëpia e gjyshes nga ana e mamit, edhe kemi kaluar një fundjavë shumë produktive të bukur, edhe unë doja shumë të filmoja, por e mora kamerën me vete dhe nuk e hapa asnjë moment. Ikën kohë, një muhabet me mamin, një muhabet me babin, një xhiro me shoqërinë, një muhabet tjetër me të dashurin. Domethënë ikën dita edhe thjeshti nuk mund të filmosh me njerëz që nuk përfshihen në video dhe nuk të japin content, do me thëmë, për YouTube-in. E din tani që jo të gjithë e kanë qef dhe dëshirë këtë sken. Doja t'i tregoj diçka shumë të bukur që kam marrë nga shtëpia ime. Kam marrë lule të freskëta, trëndafila me ngjyra të ndryshme nga Baçja Jon, që janë shumë të bukur. Në fakt i kisha marrë edhe gonxha edhe më janë hapur shumë shpejt. Kanë aromë shumë fantastike, më kanë mbushur dhomën plot aromë. Përveç atyre, kam marrë edhe këto dy lulet e mia, që në fakt këto jeni njohur, i keni parë që në Gjermani. Kjo djathasi është një tip gjëmbaçi që hyn patjetër te familja e tyre dhe që e kam bler me rrogën time të parë të YouTube-it, do me thënë nuk mbahet mend që kur është. Edhe kjo majtas që është një orkide dhe në fakt ma ka bërë dhurat për ditëlindje Sonila. Nuk e di sa e mbani mend Sonilën, ju që jeni të vjetër sigurisht që e njihni. Edhe për ju që e njihni Sonilën, do vi nesër nga Gjermania dhe do takohemi këtu në Tiranë, shumë kohë pa u takuar edhe me Sonilën. Për ju që nuk e njihni, Sonila është një shoqe imja shqiptare në Gjermani, do me thënë, dhe jemi njëjtur te kursi i gjuhës që kemi bërë për test DAFin për nivelin B2 dhe C1.
Do të thënë kur them Sonila kam shumë kujtime të Gjermanisë që dhe nuk dua t'i harroj, edhe mezi pres që do takohem nesër, ndoshta me shumë mundësi do ta marr kamerën pa e bezdisur sigurisht, edhe t'ju përshëndes edhe Sonila pas ka shumë kohësh në kanalin tim. Një nga gjërat që më pëlqen më shumë tek shkolla është fakti që ka shumë pedagog që janë shumë të përgatitur, edhe si shkollë shumë e përgatitur, ne aty marrim mësime, ne zhvillojmë mësime të plota. Do të thënë gjë që nga kushurat e mia që janë në shtet, më kanë thënë që gjithë javën e parë më shumë kanë bërë muhabet me shoqërinë se sa kanë bërë mësim, edhe sot kushuria që kam këtu një afërmia ime, ajo më tha që thjesht kishin vajtë sot në shkollë dhe kishte nga ora 8 që kishte nisur për në shkollë edhe deri tani në 4 që kishte ardhur më vonë se mua, kishte bërë vetëm 2 orë mësime dhe kishte ato orët 1 orë para dite, 1-2 orë nuk e di se sa i kishte pas dite, edhe ndaj kishte përfunduar që erdhi dhe kaq vonë, edhe kjo gjë hyn edhe tek këto gjëra që më pëlqen tek universiteti që jam, se i kemi mësimet, nëse kemi 4 orë i kemi të gjitha bashk, o para dite o pas dite, edhe e kam të lirë, për shumë në moment që jam para dite, gjithë pas ditën e kam të lirë edhe e kundërta. Pyesni ju tani, ka gjëra që nuk të pëlqejnë te shkolla? Ka. Por ndonjëherë nuk dua të nxitohem, pavarësisht se këto ndjesitë e mia janë reale. Një nga gjërat që nuk më pëlqen, nuk po gjej shumë vete te shoqëria. Okej, unë jam pozitive, bëj muhabet, do të thënë përfshihem, kam shoqë qëri që, do të thënë me përshtypjen e parë janë shumë goca të mira, por duke qenë që unë shoqërinë time e kam goxha të plotësuar nga jashtë, edhe nga që ndihem shumë mirë me shoqërinë time, edhe ndonjëherë më duket sikur atë shoqërinë që kam edhe përtej shkollës, dua ta krijoj edhe aty, por ndërkohë që nuk është e vërtetë dhe nuk ndodh. Është me kohën, nuk e di. Shkurtimisht me pak fjalë që mos t'ju lodh, kam ato frikrat e mia që janë më se normale, edhe do friksohesha nëse nuk do i kisha, po që i kam ndihem shumë mirë se kjo të bën që edhe të parandalosh pak disa gjëra nga vetja jote, gjërat të vinë me kohën, nuk ndodhin kështu, nuk ndodhin kurrë. Që do ju flas me pasqyra e tualetit, që kjo do ndodh për shumë pak ditë, se në fundjavë do më sjellë dashuri pasqyrën që babi më ka bërë dhuratë me porosi. Do të thënë një pasqyrë thjesht, po thjesht të bëri me porosi ashtu siç unë e doja, se shkonte edhe më lirë se sa pash tek Megatek. Dhe po thoja që sa herë që të filmohi nga pasqyra në tualet, do dëgjoni këtë zhurmë. Është aspiratori që ndizet sa herë ndizet edhe drita. Okej, mbarova me skicimet, po pres dhe pjesën tjetër të grupit që të mund t'i dërgoj te classroomi tek pedagogu. Edhe u vesha xhinset blu të gjera, xhaketën një bluzë që e kisha dhe në shtëpi, i bëra pak flokët kështu me atë mashën treshe sa për mos të ngjajtur kaotike. Edhe do dalim tani, do vesh edhe pupat e mia që kisha vesh dhe sot në shkollë, kam marrë dhe long champin tjetër jeshil, duke qenë se po mendoj që të rri sot nga Roelio dhe nga Viki, do të thënë nga fëmijët e Dajës, duke qenë se kam shumë afër që këtu, nesër shkollën e kam në drek në orën 1, edhe pse jo, duke qenë se kam kohë nesër të zgjoj me Terezie, të vi këtu te shtëpia, të bëhem edhe gati, edhe po, të rri me kushurinë e mi. Ndërkohë shumë pak make-up, për mos të thënë fare, thjesht buzët, edhe pak fare concealer. Më pëlqen shumë se sa bukur kombinon ngjyrat e xhaketës me ngjyrat e pupave të mia. Edhe çanta, edhe jemi gati. Me shumë mundësi dua të shkoj edhe tek biblioteka, te një librari që na ka sugjeruar pedagogu, që të shkoj të blej edhe 2 libra që më duhen për në shkollë. Ikim. Kam për të blerë historinë e artit botëror dhe historinë e artit në Shqipëri.
ditë tjetër që unë ju flas me peshqir në kokë. Përdora këtë hidratuesin tim të Puritos që po jep shpirt dhe faktikisht nuk e kam përdorur çdo ditë, por e kam përdorur të alternuar me disa kremra të tjerë që kam. Këtë mund ta gjeni te Glow Skin. Ma lë fytyrën as të thatë, po as të shumë të yndyrshme, se faktikisht fytyra ime tani është kthyer nga i ndryshme, është kthyer pak mix. Shpesh herë kam të thatë, shpesh herë kam të këndryshme dhe ka krijuar goxha të balancën. Sot është një ditë e re, jam kthyer nga shkolla, është faktikisht ora 2, sa erdha nga shkolla kam ngrënë drekën time, që mami më kishte dhënë disa ushqime vete dhe do t'i them që nuk do më jap më ushqime me vete, se unë në këtë mënyrë bëhem për tace dhe thjesht i kam gjërat gati aty, edhe nuk merrem që të gatuaj. Më ka dalë edhe një herpes këtu tek buza, dhe nuk e di pse, po ndoshta nga fakti i ndryshimit, edhe pak stresi, domethënë ndikojnë që të gjitha këto. Javën e kaluar isha në Vlorë, po mendoj që të shkoj përsëri prapë të premten. Më mungon njerëz, më mungon ajo qetësia mendore shpirtërore që kam atje. Zola për librat atë pasdite që ju thash dhe në fakt gjeta vetëm njërin që është gjigant, prisni t'ua tregoj pak. Është ky libri këtu. Është shumë i madh, është shumë i trash, është edhe shumë i rënd. Është historia e ilustruar e artit për artin botëror, kushtoi 50.000 lekë të vjetra dhe është jo vetëm fjalë, por ka edhe foto dhe është më tepër si një enciklopedi, mund të them, por që do më duhet në shkollë, edhe nuk më ka pëlqyer historia, të jem e sinqert, po historia e artit është diçka më ndryshe nga ajo historia që jemi mësuar ne nga gjimnazi. Librin e dytë nuk e kam gjetur, ata tek biblioteka më thanë, tek libraria më thanë që do marrin porosi. Edhe duhet të dalte ndonjë ditë tjetër që ta marr. Faktikisht unë nxitova pak, mos bëni gabimet e mia nëse jeni akoma në kohë, se mund të pyesni goca të vitit të dytë apo të vitit të tretë që studiojnë të njëjtën deg me ju dhe mund t'i gjeni me çmime më të lira, më të mira. Mos u shpenzoni aq shumë. Isha në fillim në më dyshe ta fotokopjoja, por bëra një llogari shumë të shkurtër edhe thash do kursej maksimum 20.000 lekë, edhe fotot, gjërat nuk të dalin njësoj, është dhe libër goxha i trash, do me thënë, ja shkurtova vetes edhe një stres, dhe thash, ok, po e marr kështu siç është, edhe mos të merrem që fotokopjo, ngjit, e të gjitha këto që duhen. Kam menduar që sot pasditen, duke qenë se nuk kam shumë mësime për nesër, ta kalojmë disi këtu tek foleja për jashtë dhomës time, t'ju tregoj pak disi ambiente, disa skena shumë të vogla, se këtu është gjithkohës full. Me që se kam parë që dhe juve ju pëlqejnë dhe interesojnë këto gjëra, shumicën për juve, jo të gjithave. Shkojmë edhe tek dhoma e studimit, unë atë e kam parë thjesht shumë nga larg, nuk e kam parë nga afër, edhe dua të marr këto skicimet, gjërat e mia dhe disa punë që i kam për javën tjetër dhe të punojmë pak aty bashk, por para se të bëjmë këtë, do më falni sepse kam një detyrë shumë të rëndësishme që është dua të fle pak gjumë. Nuk po ngope me gjumë edhe ju do më mirë kuptoni dhe unë dua të shtrihem një orë e gjys ose dhe 2 orë dhe të flese jam realisht do me thënë gjithë thot ditë, qohë në 6:30, hajde në shtëpi në 2, 3, 4, 5, varet nga oraret, edhe nuk po më del koha që të ngopem një ditë me gjumë edhe të gjitha këto ndikojnë edhe që ka dalë ky herpesi, edhe që isha sëmur, do me thënë ndikojnë të gjitha këto. Shifemi mbas 2 orësh. Ky është rezultati një gjumi të thellë. Mendoj që gjëja më e mirë që dua të bëj tani është të ha vetëm ushqim. Hëngra e para se të flija, po më hahet prapë. Po mbush edhe pak ujë për në frigorifer se kam mbaruar i ftohti. Dje ka ardhe dhe Sonila nga Gjermania edhe më shkruajti që parë që të dalim të takohemi për kafe, kështu që planet më duket se do prishen për të zbritur poshtë edhe për t'ju treguar pak ambientin e për të studiuar tek dhoma e studimit poshtë. Por nuk mërziten që më prishën plan. Se Sonila do jetë shumë pak ditë këtu në Tiranë, do iki prapë në Gjermani dhe kemi mall që të dalim dhe të takohemi. Ora është 5:10. Qa do ham? Këto kohë po vuaj nga rënja e flokëve, po nuk kam vuajtur nga rritja e balukeve, prandaj nuk po i mbaj më, ose do marr gërshërën vetë që kam këtu tek dhoma dhe do t'i shkurtoj pak. Nuk e di, po vuani dhe ju me rënjën e flokëve këtë periudhë, apo jam vetëm unë,
se nuk e di, më bjen floku do, ja, shi. Më ra ky floku, kjo qimja, edhe detyrohem her pas here që të jap fshes këtu në shtëpi me korrent, po shqyqyr që kam marrë fshesën me korrent se me fshes dore nuk ja dal dot. Shikojeni pak të lulën e bukur që ma ka sjell Diana bashkë me Ritën. Shkojni pak ma sallon për shtëpinë e re, paketimi ishte shumë nice i bukur, po unë ja hoqa qesen se nuk mund ta alja me qesen në mënyrë që dhe ta uis edhe ngjan edhe akoma më e bukur edhe të marrë edhe dritë nga dielli. Ka nevojë për ujitje një herë në 2 muaj, kështu që edhe nëse harroj që t'i hedh ujë, nuk është se do prishet. E kam lënë për momentin këtu te ky parvazi i vogël që kam tek dritarja ime, por nuk mendoj se ka kaq shumë nevojë për dritë ky gjymbaçi, që të rri 24 orë këtu tek dritarja. Njëherë më pëlqen të rri këtu edhe të shikoj qytetin, duket që ka gjallëri, ka jetë, ka lëvizje. Nuk e di për ju, po unë dashuroj aromën e gjalpit të bërë vetë, sidomos kur shkrin, është fantastike. Këtë ma ka bërë moshi. Do skicoja diçka dhe më erdhi telefonata nga shoqja që të bëjmë gati dhe të dalim. Dhe doja t'ju rekomandoja, nëse është një gjë në temu që nuk duhet ta pyesni veten a ja vlen ose jo, është kjo tharsja që ka shumë lloje kokash, po unë kam këtë këtu, atë si furç edhe tharse normale. Është një imitim shumë i mirë i Dyson, edhe t'i bën flokët shumë bukur. Shikoni pak, jam munduar që t'i rregulloj nga pak, pas edhe pjesën këtu para që duken pak si me volum, dhe po mundohem të rregulloj edhe pak baluket dhe pjesën para, sado që unë flokët do t'i mbaj në këtë mënyrë. Shikoni pak t'ju tregoj një pjesë të vogël të procesit se sa më pëlqen dhe pse më pëlqen kaq shumë. Shikoni pak se sa bukur që e nxjerr flokun. Edhe shumë pakës do bëjmë make-up edhe jemi gati. Tani të rregullojmë edhe çik baluket. Dhe po mendoj që ta mbaj pak të volumin kështu, po mendoj t'i bëj pak me lak. Kam parë edhe atë procesin që i bëj në TikTok, i ngrej flokët kështu edhe bëj këtë pjesën kështu. Por nuk e kam përdor ndonjëherë. Ja ta provojmë sot së bashku. E kam shumë bezdi kur lahem dhe detyrohem që t'i bëj flokët me lak. Okej. Wow, duket shumë e volum kështu. Veshja ime ndërkohë shumë e thjesht, gjinse dhe këtë cropin boost të zi. Do vesh dhe atletet e bardha me shumë mundësi. Edhe jam gati. Ja, të mbulem thjesht pak këto problematikat që kemi në lëkur, shenjat nga aknet. Edhe jemi gati. Shumë bukur, edhe flokët pas. Nice, më pëlqen. Pak concealer nga Dior. Të jemi sinqert, nuk është i preferuari im ky i Diorit, do me thënë ka plot concealera që mund t'i gjejmë tek Rossmann me çmime super ekonomike, se sa 50 euro, nuk mbaj mend, e kam blerë që në Gjermani. Dhe kanë mbulim më të mirë, duken më natyral, nuk ta bëjnë fytyrën keq, siç është ai Catrice që në fakt duhet ta riblej sepse më ka përfunduar, i kam ja 2 që po i gryej kështu i kam në fund, por nuk kam dalë fare që të bëj shopping të tilla. Dua shumë që ta shtyj këtë shopping, sepse dua shumë që të pres një bilet dhe të shkoj një fundjavë në Gjermani. Kam nostalgji njerëz dhe për atë vend. Nuk e dim ku do dalim, nuk ja kam fare, zero iden. Di që Sonila është me makinë dhe kjo gjë më super pëlqen, se nuk do mundohemi me urbane apo në këmbë që të gjej vende. Për bronzer do përdor këtë nga Art Deco, që dhe këtë e ka marrë në Gjermani, ka pasqyrën e vet dhe ka këto 2 nuanca që të dyja së bashku bëjnë një thyerje shumë të bukur në fytyrë. Nuk është hera e parë që i përdor, edhe i keni parë edhe më përpara. Kush është më i vjetër nga ky kanal, sa ko kemi pa bërë kështu make-up? Aha, më kish marrë malli që të xhiroja kur bëja make-up.
Kaq, mjafton. Do vendos edhe pak xixa poshtë syve, shumë pak, nga kjo paleta e Diorit, që po ta shikoni, unë më shumë përdor thjesht pak nga kjo kafja dhe pak si kjo e bardha dhe të tjerat janë të pangacmuara fare. Okej, po më bje telefoni. Okej, po vi. I urej vonesat, Sonila ka ardhur poshtë. Oh. I urej vonesat dhe nuk jam kur me vones. Gjeta një laps kaf, nuk e di është nga Alverde, edhe këtë duhet ta ke marrë në Gjermani. Do përdor dhe këtë lip glossi nga Essence, që është shumë perfekt, vetulla dhe su bërë asnjë gjë. Edhe, okej, gati. Të vesh dhe atletet, të marrë edhe trikon, edhe jam gati. Okej, bukur, nice, shumë mirë. Më pëlqen, thjesht bukur, flokët më pëlqen shumë. As vath nuk kam vendos, ika. Hallo! Shikoni kush më ka ardhur. Kemi dalë te nga liçeni, pim një kafe dhe jemi humbur në muhabet. Ne kemi thënë që ne nuk do ndajmë. ja ku jemi përsëri. Ja që ndonjëherë, do të thënë ndonjëherë, po shoqëritë e mira nuk i ndan as distanca dhe as largësia dhe as Gjermania. Ju përshëndesim nga Tirana e bukur, nga liçeni.